Heshtja u thye sërish në qarkun e Korçës. 8 muaj pas vrasjes së Kozeta Teços, duke rikthyer vëmendjen tek një tjetër ngjarje e rëndë që tronditi zonën dhe ngriti pikpyetje mbi sigurinë në komunitet. Një ngjarje e rëndë u regjistrua në fshatin Bulgarec, rreth 5 kilometra larg qytetit të Korçës. Në rrugën 14 Shtatori u gjeti pa jetë 78 vjeçari Gëzim Via. Trupi i tij u konstatua në një nga dhomat e banesës, i shtrirë në tokë. Ngjarja u evidentua për herë të parë në mëngjesin e datës 2 prill, rreth orës 9:40. Sipas të dhënave, ishte punonjësi i postës, shtetësime iniciale EL, 64 vjeç, ai që shkoi pranë banesës së viktimës për t'i dorëzuar pensionin. Pasi ka trokitur dhe e ka thirrur disa herë, ai nuk ka marrë asnjë përgjigje, duke ngritur dyshime për një situatë të pazakontë. Menjëherë, një prej fqinjeve të banesës ngjitur ka ndërhyrë, duke thyer xhamin për të hapur derën dhe për të hyrë në banesë. Brenda, ata kanë konstatuar 78 vjeçarin të shtrirë në tokë dhe menjëherë kanë njoftuar policinë. Patrulla e policisë së rendit ka mbërritur brenda pak minutash në vend ngjarje, duke bërë rrethimin e banesës dhe duke nisur kqyrjen e vendit të ngjarjes. Zona është trajtuar si skenë krimi, ndërsa grupi hetimor ka nisur menjëherë veprimet për mbledhjen e provave dhe dokumentimin e çdo detaji. Gëzim Via jetonte i vetëm në banesën e tij. Ai ishte baba i 4 fëmijëve dhe ishte divorcuar rreth 25 vite më parë nga ish bashkëshortja, pa lidhur më pas një martesë tjetër. Në të kaluarën kishte punuar si minator dhe pas daljes në pension ishte marrë edhe me punë mekanike. Me një fizik të mbajtur për moshën dhe një gjendje të mirë shëndetësore, ai gëzonte respekt në zonë dhe jetonte në kushte të mira në banesën e tij. Sipas të dhënave, në mbrëmje ai vizitoi shpesh nga njëri prej djemve, i cili edhe pse banonte në qytetin e Korçës, mbante një lidhje të vazhdueshme me teatrin dhe me fshatin. Ai e vizitonte pothuajse çdo mbrëmje, ndërsa në oborrin e banesës së teatrit mbante edhe pajisjet e punës. Djali merrej me riparimin e lavatriçeve, të cilat i siguronte shpesh nga Greqia, duke i riparuar dhe më pas duke i shitur. Në momentet e para, ngjarja u dyshua si aksidentale. Edhe pse ishte evidentuar një shenjë në kokë, u mendua se kjo mund të ishte shkaktuar nga një rrëzim i mundshëm i të moshuarit brenda banesës. Megjithatë, pas dërgimit të trupit në morgun e spitalit të Korçës dhe kryerjes së ekspertizës mjekoligjore, u konstatua se trupi i 78 vjeçarit kishte disa shenja dëmtimi, përfshirë goditjen në pjesën e kokës, çka tregonte për një ngjarje kriminale dhe përjashtonte pistën e një aksidenti. Ndërkohë, nipi i të ndjerit jashtë kamerave ka deklaruar se bëhej fjalë për një krim të rëndë, duke ngritur dyshimin se dikush mund të ketë hyrë në banesë për të vjedhur dhe më pas ka rënë në kontakt me viktimën duke e goditur në kokë, ku goditjet kanë rezultuar fatale.